Përshëndetje, ditë të mbar, javë të mbar, ju uroj. Parashikimi për sa përket ditë të së sotme, një ditë parë, se parashikimi një ditë parë, ju e dini, të datës 6 korrik të 2026. Është një ditë që vërtet na jep mundësinë nga një anë, nga ana tjetër nëse nuk kemi të kujdesshëm na dikton dhe na qorton. Data 6 korrik. Do thotë sepse sot në këtë ditë, dielli në rafore formon një katërkëndësh me Saturnin në dash, një kënd serioz, i rëndë dhe shumë kërkues. Kjo ditë mund të sjellë ndjesi dhe përgjegjësi, por gjithsesi do të pasur kujdes, sepse nuk duhet të nxitohemi në marrje vendimesh. Gjithashtu, në lidhje me emocionet, do të ruhemi shumë nga ndikimet që kanë bënë, sepse Saturni në dash kërkon forcë, disiplinë, pjekuri dhe përballje me realitetin. Ndikohen më shumë nga forja, dashje, peshorja, bricapit edhe diçi dytë, sidomos ata që kanë ascendentin apo planetet personale në këto shenja. Por mund të sjellin dhe një ndikim në karrierë, por dhe gjithashtu në lidhje me çështjet e vendimeve personale në përgjithësi të tilla që nuk mund të shmangen. Prandaj duhet pasur kujdese kur jeni në rol drejtues, ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Nuk është faji juaj sepse dikush e bëri gabimin, ju jeni keni fajin një jeni në rol drejtues, por ju se jeni faji juve sepse juve i dhat mundësinë. Ai shpërdoroi mundësinë që juve i dhat, që nuk është faji juaj. Atëherë mund të gjeni një rrugë të mesme që të zgjidhni problemin që mund të keni pasur. Kjo nuk është një ndikim ose një diçka që mund të themi çfarë mund të bëjmë ose çfarë mund të kemi, por është një ditë shumë e mirë për sa përket organizimeve, vendosje kufish, marrje përgjegjësie, kontroll dokumentacioni, planifikime serioze, rishikime të çështjeve familjare, profesionale për të pranuar realitetin pas bukurime. Por marrëdhëniet për këtë ditë duket se kanë të bëjnë shumë në biseda serioze. Për karrierën, është më mirë në punë të vështirë e jo për kërkesa impulsive për promovime. Për financat kërkohet kursim, jo shpenzim. Dhe gjithashtu diçka që ka të bëjnë për sa përket çështjeve lidhje me takime me bisedime, lidhje me ndryshime, por nuk ka diçka, nuk favorizon egzagerimet, nuk favorizon lavdrimet. Për shembull, them unë, por kush jam unë? Duhet tjetrit të vlerësoj se cili je ti. Dhe këtu lajkat nuk para hyjnë punë. Por para se të fillojmë me parashimin e kësaj dite e fillim jave të ditës së hënë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, ku atje do të keni shumë herë për lexuar. Nuk po futut atje do shikoni se nuk dilni dot. Janë shumë gjëra që doni të rregulloni, të stabilizoni. Janë shumë gjëra që të kuptoni arsyen, të kuptoni gjëra që doni të dini mbi saktësinë, mundësinë, rëndësinë e gjërave të financave, të ekonomisë, të ndryshimeve, të mundësive të arta, po i keni gjitha këto dhe më pas mundet edhe të rregulloni, të stabilizoni një herë e mirë gjëra që dëshironi. Shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj dërgoni emailin tuaj dhe neve t'ju njoftojmë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit se si funksionon shërbimi. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin në kohën që ne jemi drejt për drejti për të marrë përgjigjen drejt për drejti. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, me kësaj dashit duket se ka diçka shumë të rëndësishme, ka diçka që vërtet është momenti, është koha ndryshimi dhe marrja e vendimeve të rëndësishëm. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse kjo periudhë na ka mësuar shumë gjëra mbi atë që neve kemi, mbi atë që neve jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave dhe mundësive të arta për sa përket ndryshimit, për sa përket mundësive dhe kohës së ardhshme. Gjithmonë dashi në këtë fillim jave, një javë të mbar ju uroj, ka përqenë për shumë arsye dhe shumë kohra të ndryshme mbi ndikimet dhe sugjerimet, vendimet që mund të merrni. Kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe pozitive në shumë drejtime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit që është perfekta dhe një mundësi mjaft e mirë që është tani e tutje mbi çdo aspekt, mbi çdo drejtim të jetës suaj. Por do të pasur pak kujdes me kufizimet që keni, sepse ndryshe unë mendoj, ndryshe gjykoj për 1000 arsye të gjëra që keni, por edhe periudha të ndryshme që do të diktojnë në fushën e dashurisë. Me peshore, përgatituni sepse ka ndikime fantastike. Meqense ka të bëjnë dhe peshoret janë kripa dhe piperi, por me këtë verë të nxehtë, me peshore
dhe me dash mjarkullore nuk do ishte keq. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e demit. Demi është ndikimi dhe pozicionimi i planeteve. Do keni pak kujdes me demin për ditën e sotme se mund t'ju rajnë mes pazarit. Po në virkos demi nuk shitet kollaj. E ka këtë. Demi është shumë i mirë, është shumë i ëmbël, por është shumë i hidhur. Në kohën që këtë periudhë është një nga periudhat më të ndikuara, sepse sa pak ta ngacmosh, gjen belan me të. Mundoni që t'jeni korrekt në lidhje me punën tuaj, të tretët apo ndryshimet që do të keni me njerëz të ndryshëm, sepse po të shikoni për shembull dem akrep, akrep do të ketë kujdes. Do të ketë dem ujor, ujori do të jetë korrekt me punën dhe me ndryshimet sepse vërtet juve duheni shumë, por me një tjetër nuk mund bëni. Kemi dem shigjetar. Shigjetari ka gjetë belan domethënë për shumë kohë gjëna, po meqenëse ka një periudhë tani mjaft mirë sepse stabilizon dhe sugjeron disa gjëra që janë pozitive dhe mundësitë të arta që kanë tani. Tutje. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët kanë edhe mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket çështjeve të rëndësishme financiare dhe një nga mundësitë që do të keni, sepse lidhet edhe me ndryshimin e punës, por lidhet edhe me një takim mjaft pozitiv, sepse pozicioni i planeteve dhe gjërave që do të keni, do të ndikoheni, po mirë gjithsesi kjo është një kohë që ka përcaktimin, ka veprimin, ka ndryshimin, por binjakët nuk është se kanë pasur probleme të mbartur nga e kaluara ose që kanë bërë në një të ardhme, për shembull, presupozojmë në lidhje me disa ndryshime, por këto janë ndryshime rutinë, miqtë të dashur binjak, edhe pse juve mërziteni sepse me të drejtën tuaj, ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, është momenti nëse do të flasim në rastin tjetër të pozicionimeve të planeteve, është edhe koha, është stabilizimi, konkretizimi i gjërave dhe momentet që juve keni. Është diçka shumë e rëndësishme sepse keni stabilizimin, sepse keni gjëra shumë të rëndësishme për punën dhe për karrierën tuaj, mbi disa gjëra që janë favorite dhe për sa përket favorizimeve dhe kohës tuaj do thot mundësi, do thot rëndësi mbi ndryshimet dhe periudhën e duhur në anën e komunikimit dhe të biznesit. Por gjithsesi binjakët kanë mundësinë e tyre. Lidhjet që kanë bëjnë janë me peshore dhe me luan. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot gaforja. Për gaforet, me gaforet në fakt tani për tani, sado që juve lodheni ose shklodheni, kjo është tjetër gjë. Por meqense unë do t'ju thosha për sa përket gaforet duket se kanë ndryshime shumë të mëdha në fushën e karrierës së tyre. Kjo ditë e hënë i gjen me ndryshime të mira, sepse kanë edhe disa takime të rëndësisë së punës së tyre dhe të karrierës, por edhe ndryshime të tjera që do vazhdojnë më tej. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk të edhicit parë dhe akrep të edhicit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Me luanët duket se gjërat që djegin, ose mundësi që jepen në një farë mënyre, është koha dhe gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme të jetës, komunikimi dhe baza juaj e ndryshimeve të mëdha, do të keni një mundësi shumë të mirë tani të artë në anën tuaj, dhe koha që tregon në favorizimin dhe në ndryshimin e madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep dhe diçetret është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjereshës. Për sa përket virgjereshave, meqense virgjereshat tani e tutje kanë disa mundësi, jo një mundësi, mund të zgjidhin gjëra siç i duan ata, ka një moment shumë të mirë tani për punën dhe për karrierën, ndryshimi më i madh që është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Është koha dhe veprimet që do të bëhen, ndikimet që kanë të bëjnë, plus gjërat që do të keni, plus ajo çka juve keni dhe jeni në anën tuaj, është një moment shumë i mirë dhe shumë pozitiv mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me binjak është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorja për këtë ditë të hënë, miqtë e mi, ka një ndikim shumë të mirë mbi disa çështje që i stabilizonin në ekonomi, stabilizonin dhe shumë gjëra të tjera, do të shikoni edhe vetë mbi disa ndryshime që kanë bën, disa ndryshime që do të keni, sepse vërtet jeni me ndikimin e madh ose çështjet ekonomike, çështjet e punës, lidhje me karrierën sidomos e keni mundësinë juve, sepse nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në lidhje me disa takime, disa bisedime. Bisedimet janë nga më të mirat mundshme që por gjithsesi koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me agafore, me ujor është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripit.
Meqense akrepët kanë dhe luajnë një rol shumë të rëndësishëm mbi disa ndryshime dhe disa takime, por janë takime të kohës suaj, takime të mundësive të arta që do të keni, sepse lidhet ekonomia, lidhet stabilizimi, lidhet marrje vendime të rëndësishme. Tani e tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Ndikimet të tjera që kanë bëjnë shumë me gaforën e dhjeçit të tretë në fushën e dashurisë dhe me dashtë e dhjeçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Çfarë ndodh me shigjetarët? Shigjetarët duket se tani për tani kanë disa mundësi për punën e tyre. E kanë bërë një takim këto ditë dhe gjenë një mundësi për bërë një zgjidhje shumë të rëndësishme të zgjuar në fushën e karrierës së tyre, por gjithashtu edhe një çështje biznesi, lidhur me biznesin dhe karrierën tuaj, dhe momenti që ka të bëjnë tani tutje, momentet janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë, momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në lidhje me takime pune, superior në lidhje me disa ndryshime dhe stabilizime. Ekonomia nuk është se ka diçka shqetësuese për ju, sepse është mundësia më e mirë e mundshme për të stabilizuar çështjet e juaja, për stabilizuar gjërat që do të ndryshojnë, do të diktojnë në fushën e biznesit tuaj dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshorët e dhjeçit parë, me dashjet e dhjeçit tretë që është perfektja dhe i mundësi shumë e mirë tani e tutje, do thotë ndikim, do thotë stabilizim në anën e ekonomisë. Gjithashtu në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë shumë me dëmt të dhjeçit parë, me virgjëresht e dhjeçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Bricave të dashur, nëse keni një periudhë, domethënë nëse keni një takim nga e kaluara, sepse periudha e shkuarës keni pasur shumë probleme, por janë të zgjidhshme, sepse çdo problem ka zgjidhje brenda. Neve kemi thënë dhe themi më të madhe, sepse shumë njerëz mendojnë shumë edhe mërziten për gjërat vogla, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër stabilizuese, solide në atë çka do të bëni, sepse mbyllet një cikël i vjetër dhe fillon një fillim i ri, sepse kjo fillim javë ka dhe surprizat e veta, por dhe mundësi të arta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dëmt të dhjeçit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimeve të mëdha dhe e periudhës, që është shenja e ujorit. Ujori është një nga shenjat e ajrit që supozojnë, ndryshojnë dhe rregullojnë. Kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme. Stabilizimi dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në këtë fushë e keni mundësinë. Një favorizim, një ndikim, një çështje shumë pozitive, sepse lidhet edhe me reflektimin dhe ndjesinë, sepse ka të bëjë shumë me anën ekonomike, ka të bëjë shumë me ndryshimet, por mundësitë janë në anën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të zgjuar në gjërat nga më të rëndësishme që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrepët e dhjeçit të tretë ka një ndikim shumë të mirë, sepse lidhet edhe me çështjet ekonomike financiare, lidhet edhe me një çështje biznesi, ose keni pasur probleme në të kaluarën, por këto janë ja lëm kohës, sepse ka një kuptim kjo mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që është e realizueshme në anën e financës dhe të çështjeve të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrepët e dhjeçit parë, me gaforet e dhjeçit tretë është perfektja dhe mundësia e ardhë në ndryshime të mëdha që do të vinë. Dashuria duket se ka një kuptim, një problem vogël, që do thotë me peshore, do thotë me binjak. Këtë shikojeni se keni pasur një ndarje me peshore dhe me binjak. Mundoni ta zgjidhni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për peshqit, në fakt kjo periudhë është një nga periudhat më të mira të mundshme, është një kuptim i së ardhmes, sepse keni të bëni shumë me anën dhe biznesin tuaj, keni të bëni shumë me ndryshimin e madh që vjen drejt jush, dhe kjo është një kohë shumë e mirë dhe përcaktuese në ekonomi, përcaktuese në veprimet dhe vendimet që do të merrni tani tutje. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në jetën tuaj dhe në privatësinë tuaj, sepse lidhet shumë me këto drejtime dhe ndryshime. Ndryshimet nuk ka të bëjnë, sepse është momenti juaj, koha juaj, por në dashuri ka të bëjnë me virgjëresht dhe dhjeçit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite të hënë dhe ndikimit të madh të datës jashtëmase për mundësi, jashtëmase ndikime pozitive, sepse kur kemi ndikimin e madh dhe mundësitë të arta është koha juaj. Para se të ndajemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodhen Shqipëria apo diaspora, në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në astrologo.al, kemi faqen Ros, shkoni atje dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe duke zgjedhur paketën tuaj, flasim bashkë nëpërmjet emailit, do dërgoj emailin tuaj dhe
lidhemi në WhatsApp apo në Viber. Nga unë Rupulla, juroj më të mirën e mushme. Gjithë mirat.